Alba përballet me Benitën me sytë dhe mbushur me zemërim dhe emocion. Ajo nuk mund të mbajë më brenda ndjenjat e saj dhe fillon të flasë me zë të lartë, duke e pyetur drejt për drejt, pse i shkove mbrapa Limit? Pse e le Limin të afrohej tek ti dhe të prekte? Tonet e saj janë të prerë dhe çdo fjalë duket të nxjerrë nga zemra e saj e lënduar. Benita përpiqet të qëndrojë e qetë, por tensioni në dhomë bëhet i padurueshëm. Alba vazhdon të flasë, duke i përmendur çdo moment që e ka lënduar, çdo situatë ku ajo ndihej e tradhtuar ose e rrezikuar nga afrimi mes Benitës dhe Limit. Ajo thotë se nuk mund të kuptojë si Benita mund të sillej në këtë mënyrë, duke lënë mbrapa ndjenjat e saj dhe duke shkelur atë që Alba mendonte se ishte e drejtë. Benita përgjigjet, por zëri i saj është i qetë dhe i matur, duke u përpjekur të shpjegojë situatën sipas pikpamjes së saj. Ajo thotë se nuk kishte qëllim të lëndonte Albën, por fjalët e saj vetëm sa e tensionojnë më shumë situatën. Alba nuk e ndalon dhe vazhdon me të njëjtin ton, duke i thënë se kjo nuk është një gjë që mund të harrohet kaq lehtë. Ajo shpreh dhimbjen dhe zemërimin që ka ndjerë, duke treguar se tradhtia dhe afrimi mes tyre e ka bërë të ndihet e pavlerë dhe e pasigurt. Ndërsa biseda vazhdon, Alba bëhet gjithnjëherë më e emocionuar. Ajo përmend ndjenjat e saj për Limin, duke thënë se ka investuar shumë dhe se kjo sjellje e Benitës e ka bërë të ndihet e braktisur. Ajo shprehet se nuk mund të kuptojë pse Benita nuk e ka respektuar lidhjen dhe ndjenjat e saj. Çdo fjalë e Albës është e mbushur me emocion dhe dhimbje, duke e bërë debatin të duket i gjatë dhe i ngarkuar me tension. Benita përpiqet të reagojë, duke i thënë se situata është më komplekse nga sa duket dhe se nuk ka pasur qëllim të ndërhyjë në ndjenjat e askujt. Por Alba nuk e ndalon. Ajo vazhdon të flasë për pasojat e veprimeve të Benitës, duke përmendur se si këto veprime e kanë bërë të ndihet e lënduar dhe e tradhtuar. Ajo thotë se nuk është e drejtë që dikush të marrë atë që ajo e konsideron të sajën dhe të ndërhyjë pa marrë parasysh emocionet e saj. Debati vazhdon me tone të larta dhe emocione që ndryshojnë vazhdimisht, zemërimi, trishtimi, shgënjimi dhe pasiguria e Albës përzihen me arsyetimet dhe shpjegimet e Benitës. Çdo frazë zgjat, çdo moment heshtjeje është i mbushur me emocion, duke krijuar tension dhe dramatizëm që zgjasin për disa minuta. Në fund, Alba mbetet e përlotur dhe e lodhur emocionalisht, ndërsa Benita qëndron e qetë, duke kuptuar se kjo përballje nuk ka përfunduar lehtë. Tensioni mes tyre mbetet në ajër, duke lënë shikuesit të ndjejnë emocionet, konfliktin dhe dramatizmin e situatës, duke bërë që kjo skenë të zgjas lehtësisht mbi 5 minuta video.